Po të shikojmë në një grafik tjetër pasardhës që ne e kemi nxjerrë, do shikojmë se si rritja që ka ndodhur tek grupet vulnerabël, për përfitimi që ato kanë marrë nga rritja ekonomike, është shumë herë më i vogël se sa vetëm pakduar. E thonë ndryshe, rritja ekonomike që ka ardhur dhe ka qenë stabil në Shqipëri gjatë kësaj dekade, më së shumti është përqendruar në pakduar se sa është shpërndar në shumicën e njerëzve. Pra, për të thënë, pra, ata që kanë qenë të pasur janë bërë akoma dhe më të pasur. Ato që kanë qenë të pasur dhe ato që kanë qenë gati duke u bërë të pasur, pra shtresa e mesme në thonjza e sipër 2015, janë duke fluturuar. Ndërkohë që ato që ishin shtresa mesme dhe poshtë 2015, po shkojnë gjithmonë po zhyten gjithmonë më shumë. Pra, të varfrit dhe e mesmja e ullët janë gjithmonë edhe më pak. Në zhytje. Po si është kjo në numra? Këta janë më shumë, të varfrit edhe e mesmja e ullët janë më shumë se sa e mesmja e lartë edhe të pasurit? Nëse marrin varfrin, nëse marrin njerëzit dhe grupet të cilët janë në rrezik varfrie në Shqipëri, pra nëse ti ndalon së punuari për 2-3 muaj rrezikon të jesh në varfër, shkojmë në rreth 40% popullatës, e cila është në rrezik të këtillë. 40% e popullsisë. Pra, rreth 40% e popullatës na rezulton nga shifrat. Nëse ndalon së punuari, brenda 3-4 muajve gjendet në pragun e varfrisë. Normalisht në këtë 40% popullatës, 19% që i parë, pra gjysma e parë, nëse ndalon së punuari brenda muaj tjetër është në vështirësi të mëdha.